A lejohet depilimi thot me laser në trup nëse ta kërkon burri? Këtu kemi mrena një pyetjes, dy pyetje. E para depilimi me laser. Edhe dyta personi që ka me bë depilim, domethënë që e ka me bë vepër. Në këtë rast ti kur shkon me kry këtë shërbim, ki me shku atë një burr atë një gru. Cilat pjesë trupit kemi zbulu. Andaj themi si çështja depilim me laser është halal. Në këto në pjesë domethënë që i përmende, por a do ta zbulosh trupin para njerëzve të huaj? Këtu është meselja. Andaj themi nëse janë pjesë të cilat ban me i pa pala tjetër, femra pala tjetër, që ka me kry shërbimin. S'ka problem. Nëse janë pjesë që nuk ban me i pa, sepse kjo nuk është daruri, nuk është diçka domethënë e detyrueshme, siç është për shembull ginekologja, që është diçka e detyrueshme. Në këtë rast themi, nëse mundesh vetë ti me e bë si shërbim në ato pjesë trupit ku s'ban tjetër kush me i pa, atëherë s'ka problem. Përndryshe, keni kujdes. Kërkoj falje për këto shprehje.